çdo centimetër katror i Shqipërisë i përket në fakt interesit kombëtar, qytetarëve shqiptarë dhe gjithmonë më shumë teksa Shqipëria lufton për të bërë një vend sa më tërheqës dhe këtë e ka dëshmuar vitet e fundit ku nga 2 milion turistë që ne kemi pasur vite më parë, kemi arritur në 12 milion turistë. Kjo po kthehet sigurisht një jo vetëm imazh më të mirë për vendin tonë, por edhe në ekonomi më të fortë. Dhe kjo sigurisht ekonomia kurzohet dhe nga siguria. Kështu që ky ishte edhe mesazhi i ditës së djeshme, ku unë bashkë me drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit, edhe drejtorin e IKMT-s, por edhe autoritetet vendore, e bëm shumë qartë që në fakt nuk do të neglizhohet asnjë rast dhe çdo kush që tradhton uniformën do të përgjigjet një për një para ligjit. Nga ana tjetër, i paraprin dhe sezonit turistik, ku konkretisht kemi parë nga viti në vit, nga sezoni në sezon, rritje të flukseve të pushuesve, të cilët vizitojnë gjithmonë më shumë Shqipërinë dhe bukuritë natyrore të Shqipërisë nga vende ndryshme të Europës dhe më gjërë. Dhe konkretisht, si Policia e Shtetit, po ashtu dhe struktura e tjera kanë marrë masat përkatëse, ku konkretisht policia ka një rol të rëndësishëm, të veçantë, si për garantimin e sigurisë, por edhe të një trajtimi shumicor nga pikat kufitare, ku është perceptimi i parë që krijohet për vendin tonë, mikpritjen shqiptare, por edhe siguria në tërësi, në territor, por të gjithë ata që vendosin të vizitojnë plazhet e Shqipërisë, zonat malore, qendrat muzeale dhe çdo element tjetër atraktiv që ofron Shqipëria, vendi ynë. Dhe kjo konkretisht është shoqëruar me shtim të pranisë policore në zona turistike, në plazhe dhe zona malore. Do të kemi patrullime të veçanta dhe shërbime 12-orëshe gjatë periudhës 1 korrik 31 gusht 2026, ngritjen e stacioneve provizore në stacion pranë zonave me interes lart turistik, konkretisht në Valbon, në Theth, në Koman, në Tale, Gjiri Lazi dhe Ksamil. Forcimi kontrollit të trafikut dhe menaxhimin e flukseve në pikat e kontrollit kufitar, si dhe shtimi i sporteleve të përpunimit të pasagjerëve në porte dhe aeroporte dhe pikat e kalimit kufitar. Ajo çfarë do doja të theksoja, siç është bërë me dije dhe nga raportime ndryshme mediatike edhe ndërkombëtare, në fakt Shqipëria gjithmonë më shumë po spikat për aftësinë e kapaciteteve policore për përpunimin e pasagjerëve që hyjnë brenda vendit tonë. Kjo është dëshmuar shumë qartë ku koha e hyrjes në kufit e Shqipërisë në Rinas konkretisht është minimizuar në pak sekonda përmes përlirimit të e-gates, pra portave elektronike, dhe e njëjta gjë do të ndiqet dhe në portat e tjera, konkretisht në portin e Durrësit dhe Sarandës, ku ne po punojmë për të prezantuar edhe aty e-gates, në mënyrë që të kemi një lehtësim të procedurave të kontrollit kufitar, sigurisht pa cënuar standardet e sigurisë nga Policia e Shtetit. Nga ana tjetër, një element tjetër i rëndësishëm është funksionalizimi i plot i njësisë policore detare dhe së shpejti do të kemi aktivitete publike edhe për këtë element, ku sigurisht forcat e kontrollit kufitar, ato detare, do të dëshmojnë kapacitetet e tyre me fokus veçantë pikërisht plazhet kryesore të Shqipërisë, që gjithmonë më shumë po vizitohen nga shtetet të ndryshëm të Europës, por do të thojë patjetër edhe më gjërë. Një tjetër